Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Shkodër ka hartuar një plan të posaçëm masash në kuadër të festave të fundvitit me qëllim garantimin e sigurisë ushqimore dhe mbrojtjen e shëndetit të konsumatorëve. Sipas titullarit të këtij institucioni Ramir Haderi, në fokus të këtij plani janë subjektet me risk të lartë. Paralelisht, AKU Shkodër po ushtron monitorim të shtuar edhe në pikat doganore ku po kontrollohen me rigorozitet produktet ushqimore që hyjnë në vend. Është rrit monitorimi në terren i subjekteve. Subjektet me risk lartë janë pjesë e inspektimeve tona, po ashtu dhe etiketimi, licencimi i produkteve, njëkohësisht dhe pika doganore e hanit otit që është në kontroll të vazhdueshëm nga inspektorët. Gjatë këtij muaji, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka marrë 4 masa paralajmëruese ndaj subjekteve që kanë rezultuar me shkelje gjatë kontrolleve në terren. Po shohim për etiketimin e produkteve, datat e skadencës. Deri tani për këtë muaj kemi marrë 4 masa paralajmëruese në subjektet. Çdo masë është e parashikuar në bazën e ligjit të ushqimit dhe ligjit të inspektimit. Me bazën e kontrollit, me bazën e inspektimit parë, me bazën e vazhdimit të procedurave të inspektimit, ka edhe masa nënshkuese, paralajmëruese deri në bllokim të produkteve. AKU bën thirrje për bashkëpunim nga ana e subjekteve tregtare, ndërsa qytetarët ftohen të denoncojnë çdo shkelje që cënon sigurinë ushqimore, duke theksuar se kontrollet do të vijojnë gjatë gjithë periudhës së festave.